Po e thotë se deklaratat e Vučićit nuk kontribuojnë në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ende pa datë për vazhdimin e seancës konstituive, thirrje partive për marrëveshje, PDK-i kërkon Dehari që nesër ta thërasë seancën. Në komunën e Zubin Potokut kanë vazhduar aksionet policore në kuadër të kontrollave për posedim të anëve ilegale. Shtohen rastet e sulmeve me lazer ndaj avionëve në aeroportin e Prishtinës, këto veprime janë të dënueshme deri në 10 vjet. Mirëmbrëma. Ushtruesja e detyrës së presidentës, Albulena Haxhiu, priti në takim senatoren amerikane Joni Ernst, me cilën diskutuan për zhvillimet aktuale politike në Kosovë, çështjet e sigurisë dhe rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe SHBA-s. Në shenjë mirënjohje për angazhimin e saj në mbështetje të Kosovës, Haxhiu e dekoroi senatoren amerikane me medaljen presidenciale të meritave. Senatori amerikan është pritur në takim edhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ritheksoi qëndrimin e qeverisë që kampi Bonstill të shndrohet në prezencë të përhershme ushtarake në Kosovë. Kjo do të shërbente si garantuese për paqe dhe siguri në Kosovë dhe rajon, si dhe një bazë strategjike për operacionet e NATO-s në Evropën Juglindore, thuhet në komunikatën e qeverisë. Kërcënimi i presidentit serb Aleksandar Vučić për ndryshimin e rrjedhës së lumit Ibër ka nxitur reagime të forta në Kosovë dhe shqetësim në Bashkimin Evropian. Brukseli ka cilësuar një retorik të tillë si të papajtueshme me procesin e normalizimit. Në Kosovë, deklarata është parë si pjesë e një narrative destabilizuese të Beogradit. Për njohësit e luftës hibride, kjo retorik nuk është vetëm deklarat politike, por përpjekje për të deformuar realitetin e Kosovës dhe për ta ushqyer retorikën serbe në arenën ndërkombëtare. Brukseli ka thënë se deklaratat e tilla nuk kontribuojnë në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësja BE-s Anita Hiper ka rikujtuar se çështjet e hapura ndërmjet palëve duhet të zgjidhen përmes dialogut, ndërsa përparimi në dialog mbetet kusht për avancimin e të dyja vendeve në rrugën evropiane. Do të filloj me çështjen kryesore dhe deklaratat e bëra, duke i përfshirë ato për ndryshimin e mundshëm të rrjedhës së lumit, veprime që nuk e mbështesin objektivin për të pasur një raport normal mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo mund të bëhet vetëm përmes dialogut. Gjithashtu, ju rikujtojmë se procesi në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës është parakusht për secilën palë në progresin e tyre në rrugën evropiane. Këto deklarata të Vučićit nga ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu, kryeministri në detyrë Albin Kurti e kryet diplomati kosovar Glauko Njufca janë cilësuar absurde dhe qasje shoveniste të cilat kanë për qëllim destabilizimin e Kosovës. Në këtë kontekst, një reagim drejt Vučićit ka shkuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ai ka thënë se Ibri do të rrjedhë sipas gjeografisë e jo sipas folklorit politik, duke ia rikujtuar presidentit serb se territori i Republikës së Kosovës nuk është territori i Serbisë dhe se pasuritë natyrore brenda Kosovës nuk janë burime të saj. Por deklaratat për ndryshimin e rrjedhës së Ibrit sipas njohësve të luftës hibride duhet parë përtej një deklarate të zakonshme politike që ka për qëllim deformimin e realitetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ideja e Serbisë është që ta krijojë domethënë në një farë forme Kosovën si një lloj kanceri i Ballkanit, domethënë është një shtet jo funksional, një projekt i dështuar i Bashkimit Evropian edhe i Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe kjo është, domethënë, kjo përbën problemin kryesor në Ballkanin perëndimor, që Rusia në një farë forme e përdor, domethënë, këtë element. Edhe më shqetësuese është fakti se kjo mendësi vazhdon të mbijetojë në politikën serbe, 3 dekada pas luftrave të viteve 90-ta. Mendësi të kohës e Miloševićit, ndoshta edhe më të vjetër saj në aspektin natyrisht negativ. Pra, kjo është shumë shqetësuese për një shoqëri që pretendon të integrohet në Unionin Evropian, siç është Serbia, për një shoqëri e sotshme, pra bashkëkohore.
Kjo narrative Serbisë përveç që e hën në media që kontrollon dhe mbështesin politikën e Vučićit, po qarkullon edhe në mediat propagandistike ruse, siç është Russia Today. Ky medium e forcon narrativën e Vučićit se serbët në Kosovë janë të rrezikuar dhe se Serbia është mbrojtësi atyre. Kështu retorika kërcënuese e Beogradit gërshetohet me narrativën propagandistike ruse, ndërsa kërcënimi për ndryshimin e rrjedhës së Ibrit merr dimension të drejtpërdrejt destabilizues ndaj Kosovës. Kontrollet e policisë në fshatin Jabuk të Zubin Potokut kanë vazhduar edhe sot. Aksioni po zhvillohet në kuadër të kontrolleve për dyshime që lidhen me posedimin e armëve ilegale. Zëvendës komandanti i policisë Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka konfirmuar se kontrollet janë duke vazhduar edhe në lokacione të tjera. Deri më tani nuk është bërë ditur nëse janë gjetur armë apo nëse ka persona të arrestuar. Për rezultatet e kontrolleve, Elshani ka thënë se për momentin nuk mund t'jap detaje. Po sot kemi konfirmuar që kemi bërë bastisje në disa fshatra këtu në quhet Jabuk, Prevllak, Trepul, janë disa fshatra këtu, kemi bërë disa bastisje, po për armbajtje pa leje, për dyshimin për armbajtje pa leje. Ky veriu i vendit përgjithësi është një vend i cili është me qujtë kështu i pashkelun edhe ka pas shumë armë këtu. Gjatë kësaj kohe ne punojmë bazë informacione të pranuara, edhe në bazë atyre informacioneve jemi duke bërë bastisje. Ende nuk ka një datë se kur deputetët e Kuvendit do t'i kthehen sallës plenare për ta zgjedhur kryetarin dhe nënkryetaret e Kuvendit. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari ka thënë se pa një marrëveshje politike, thirrja e vazhdimit të seancës së mbetur në gjysmë do të ishte e pakuptimt. Ndërkohë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka dërguar kërkesë zyrtare kryesuesit Avni Dehari që nesër ta thras vazhdimin e seancës për konstituimin e Kuvendit. Kur kanë kaluar 4 ditë nga ndërprerja e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, partitë politike vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për blokadën institucionale. Derisa partia e parë dal nga zgjedhjet, lëvizjave të vendosje vazhdon të bëjë thirrje për dialog politik, partitë opozitare kundërshtojnë një takim të tillë. Kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari ka thënë se pa një marrëveshje politike, thirrja e vazhdimit të seancës së mbetur në gjysmë do të ishte pa kuptim. Vetëm për formalitet, nëse bëhen seancat njëra pas tjetrës, ku është rezultati? Kush është interesuar, për shembull, nëse s'ka rezultate, vetëm të bëhen seanca për kot. Nuk ka marrëveshje nëse njerëzit ngulin kamb me dhunë kërkan s'mund ta detyrosh, po nëse qysh po deklarohen, nëse janë për zgjidhje, do të sjellin një arsyes edhe ta gjenin një marrëveshje, edhe shumë lehtë pastaj kriza do të kalohej. Refuzimin e partive opozitare për të ulur në një tryezme, kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti, Mimoza Kusari Lila, e ka konsideruar të pakuptimt. Nuk ka alternativ tjetër për pas dialogut politik, arritjes marrëveshjes politike dhe pranimit drejtuesve të subjekteve, liderve politike partijak të Republikës së Kosovës, se veç të ulen, të dakordohen dhe të kemi një orar e afat edhe të konstituimit të Kuvendit, të votimit të qeverisë, të zgjedhjes së presidentit. Sinqerisht, ju them të drejtën, ndjej keqardhje që komunikimi i drejtuesve politik në veçanti të opozitës së derideshme po bëhet përmes mediave e jo përmes pranimit të pjesëmarrjes së prezencës në takim. Ndërkohë nga PDK-ja dhe Aleanca kanë rikthyer mundësinë e organizimit të një proteste në shenjë pakënaqësie ndaj, siç thonë ata, neglizhencës së vetëvendosjes për tejkalimin e bllokadës institucionale. Për mendimin tim personal, duhet të ketë një protest, duhet të ketë një demonstrat që realisht edhe kundërshton këtë fyrje të gjithë zgjedhjeve që çdo qytetar del që të respektohet vullneti i demokracisë. Sigurisht do të mbetet e hapur kjo, nuk do të thotë çdo protestë mbështesum, sepse me të vërtetë çka u bë ball, u bë ball. Rruga e vetme ka mbetur vetëm rruga me dal dhe kjo është e padiskutueshme, jemi të diskutuar si parti, po edhe parti tjera, kështu që
po e shohim tash tutje si do të veprojmë. Në fillimi kemi refuzu ftesat dhe gjithashtu do të vazhdojmë të refuzojmë. Kërkesat tona janë shumë të qarta dhe shumë të kuptimta, kështu që nuk ka nevojë për pjesëmarrje. RTK ka provuar të ketë një deklarim edhe nga LDK-ja, por nuk i është përgjigjur interesimit të televizionit. Vazhdojmë edicionin me të tjera informacione. Rastet e drejtimit të lazerve nga toka drejt avionëve janë shtuar në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Kontrollorët e trafikut ajror paralajmërojnë se këto veprime mund të rrezikojnë seriozisht pilotët, qindra udhëtar dhe banorët përreth aeroportit. Policia i trajton rastet si rrezikim të sigurisë së aviacionit, ndërsa autorët mund të përballen me dënime deri në 10 vjet burgim. Një dritë lazeri e drejtuar nga toka drejt një avioni mund të kthehet në rrezik serioz për sigurinë e fluturimit. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, rastet e sulmeve me lazer ndaj avionëve që aterojnë dhe ngrihen nga aeroporti janë shtuar kohëve të fundit. Kontrollorët e trafikut ajror paralajmëron se këto veprime mund të rrezikojnë qindra udhëtar në bord, por edhe sigurinë e banorëve që jetojnë në zonat përreth aeroportit. Sulmi me laser ndikon drejt për drejt, nëse bëhet sulmi me laser tek gjami përpara i fluturakës, a gjam reflekton shumë edhe mundet me shkaktuar dhe verbimin e përkohshëm të pilotit. Kjo mundet, domethënë ky veprim i rrezikshëm mundet me ndiku edhe në operimin asaj fluturake, sepse piloti ka të pamundun në atë rast kur ka verbim të përkohshëm me menaxhu me fluturakën, me menaxhu me pajisjet mbrapa. Sipas kontrollorëve, në shumë raste pas këtyre veprimeve dyshohet se qëndrojnë të rinj dhe adoleshentë, të cilët mund të mos jenë të vetëdijshëm për pasojat që mund të shkaktojë një lazer i drejtuar drejt një avioni. Personi që i drejtohet me sulm me laser një fluturake, mund me konsideru që kjo është një lojë, po në mëjmë i thonë që ajo është një lojë shumë e rrezikshme. Lojë e rrezikshme sepse janë pyetje jeta e 200 pasagjerëve. Nështë është në pyetje edhe jeta e ndonjë pi familjarit e atij personi që ka sulmu me laser një fluturake. Për këtë dukuri po angazhohet edhe policia kufitare e cila vepron në hapësirat e aeroportit. Zyrtarët policorë thonë se rastet e tilla trajtohen me seriozitet pasi bëhet fjalë për rrezikim të sigurisë së aviacionit. Me marrjen e informatës prej kullës fluturimeve dhe marrjen e koordinatave të sakta, ne menjëherë e përcjellim informatën te qendra koordinuese në Prishtinë, e cila automatikisht e njofton stacionin nga vjen sulmi me laser. Kjo dukuri është jashtëzakonisht shqetësuese, rrezikon sigurinë e aviacionit civil, e cila është e dënueshme prej 1 deri në 10 vite dhe ju bëj apel gjithë atyre që merren me këtë dukuri ose që e bëjnë këtë dukuri, ju kisha lutur mos e bani sepse jeni të rreziku sigurinë e aviacionit civil, jeni të rreziku sigurinë kombëtare të Republikës Kosovës. Kontrollorët e trafikut ajror thonë se me lazer janë shënjestruar edhe helikopter të këforit. Në disa raste, pjesëtarët e këforit kanë arritur të identifikojnë personat që kanë përdorur lazerin dhe sipas kontrollerëve kanë ateruar në afërsitë e tyre duke nisur me pas procedurat përkatëse. Përfaqësues të prodhuesve ushqimor kanë kundërshtuar vendimet e Ministrisë së Bujqësisë, duke pretenduar se ato po krijojnë pabarazi mes produkteve vendore dhe atyre të importuara. Ata kërkojnë analiza krahasuese për produktet dhe paralajmërojnë se masat e fundit kanë ndikuar në shitjen e produkteve vendore të qumshtit. Përfaqësues të shoqatave së prodhuesve ushqimor këtë martë dolën në konferencë për medje për të kundërshtuar, siç kanë thënë ata, vendimet të Ministrisë së Bujqësisë. Sipas vendimit fundit të Ministrisë së Bujqësisë, lejohen të importohen i njëjti produkt me përbërje të njëjtë identike. Lejohet të importohet nëse vjen në import, po i njëjti produkt nuk lejohet të prodhohet në vendin tonë e as më pak edhe të eksportohet nga vendi jonë. Prandaj kjo është jashtëzakonisht shumë shqetësuese. Vjen importohet prej Maqedonisë në Kosovë, e kam obligim se pronari ka marketa këtu dhe nuk du mi bë dëm. Unë i kam analizat e qumshtit që importu Landi,
edhe shumë shpejt do i bëjë dhe ato publike, që çdo shtet i bën analizat, po ashtu edhe njerë ju konfirmoj që Majko që e ka qit është në Maltezi. Para medjeve foli edhe Lulzim Rafuna nga Oda Ekonomike e Kosovës. Produktet e Kosovës prodhohen me standarde më të larta, me cilësinë më të lartë, produkte që unë jam dëshmitar dhe them me plot përgjegjësi që ju bojnë konkurrencë dhe produkteve që prodhohen që 100 vjet, jo vetëm në tregun rajonal, po edhe në tregun evropian. Nga shoqata e prodhuesve të qumshtit u tha se gjatë muajit të kaluar ka rënë shitja e produkteve vendore të qumshtit. Mbjellja e luledjellit po rikthehet në arat e Kosovës si kulturë bujqësore me rëndësi për prodhimin vendor dhe uljen e importit. Familja Sejdiu nga Podujeva ka mbjell rreth 130 hektar me këtë kulturë, duke synuar rendiment dhe cilësi të lartë. Ekspertët thonë se përveç sigurimit të lëndës së parë për vaj ushqimor, luledjelli ndihmon edhe në qarkullimin e kulturave dhe ruajtjen e cilësisë së tokës. Aplikimi i këshillave agroekonomike dhe përkushtimi për të marrë me kultura bujqësore mundson zhvillimin e vendit. E familja Sejdiu nga Podujeva merren edhe me mbjellje të luledillit që po rikthehet në arat e vendit si lëndë e parë për prodhim të vajit për ushqim. Ekonomia e vendit tonë ka nevojë imediate për sigurimin e vajit, sepse kishte një traditë në Kosovë i kur më herët qoftë në mbjelljen e luledillit, qoftë në mbjelljen e kolxës dhe rafinohej i tërë prodhimi final në fabrikën e vajit në Ferizaj. Kështu diçka duhet të bëhet në të ardhmen në Kosovë, sepse duhet të mendojmë në shumë probleme që kanë kapë shoqërinë. Ndërrimi i parcelave me kultura mbjellëse është i shëndetshëm si për cilësi edhe për sasi, thot Korab Sejdiu. Kemi 2-3 vende, po na po presëm pak po këshyrëm kush, apo mërvesh kush po na afrën një qmin pak më të mirë ose diçka pak se për arsye na kemi shumë. Sa është hapësira? Hapësira është... E mbjellur me luledilli. Dikon rreth 120, qato 130-120, kemi edhe në Prizren të mbjellun edhe këto. Është kulturë ideale që ndikon në qarkullimin bimor, ndërsa lodhja e tokës me dukurinë e monokulturës riparohet me ndërrimin e kulturave bujqësore, shton profesor Usinovci. Këto prodhime, domethënë që po flasim konkretisht për vajin, gjithsesi luledillin, ngastrat të cilët ndodhen më aktualisht në komunën e Podujevës, qoftë panxar sheqeri, kolza dhe dohani, kanë pas një traditë të mirë në Kosovë, sepse punon një numër të madh të punëtorëve dhe zgjidh shumë probleme përveç sigurimit të ushqimit. Cilësia e prodhimit është superiore, si asnjëherë më parë, nënvizon fermeri Sejdiu. Kemi punuar, e kemi pleruar, e kemi stërpikur, të gjitha qysh na ka thonë edhe profa vetë. Qashtu, zakonisht me qysh na rekomandon kjo qashtu edhe na punojmë, po kupton se nuk kemi dështu asnjëherë dhe tash. Shembujt e mirë do të përkrahen, ndërsa përmes bashkëpunimit krijohet stabiliteti në bujqësi, i cili i kontribuon uljes së shifrave të importit, duke e pasur obligim profesional dhe kombëtar të sigurojmë sa më shumë prodhime cilësore nga arat tona. Banorët e Dragashit kanë protestuar para komunës duke kërkuar zgjidhje për mungesën e ujit të pishëm që sipas tyre po zgjat prej rreth 10 ditësh. Mungesa ujit të pishëm për disa ditë me radhë kanë nxjerrë në protestë banorët e Dragashit. Ata kanë protestuar para komunës, pasi që pretendojnë që uji që furnizon qytetin është devijuar në disa fshatra. Tash me marrjen e ujit mbi bazenin e qytetit Dragashit, që ka ngrinë digën për me shku në Opoj, ne kemi mungesë të ujit që 10 ditë. Unë banoj në këtë ndërtesë e kam lënë invalide. Po që 10 ditë nuk e na ujë. Por shumë problem. A jeni anku të hidroregionit? Kret janë anku, ka pas përfarsues që janë anku, s'kan marrë masa kur zot. S'kemi hiç ujë. Mund të mbi uçu edhe me shtëpi edhe me vërtetuar vet. Nuk kemi ujë. A jeni anku çaj? Jena kondi në anku, po ka devijim të ujit atje për projektin e ri. Kryetari i komunës së Dragashit Bexhet Gjeladini është takuar me protestuesit. Ai e drejtoi fajin tek hidroregioni jugor, Dega në Dragash. Menaxhimin e furnizimit me ujë e bën hidroregionin Nisia Dragash. Protestat atje duhet me bën. Ata nuk kanë dashur me bashkëpunuar me ne, ata nuk e kanë menaxhuar edhe për këtë arsye ka pas probleme. Ndërkaq menaxheri i hidroregionit jugor Dega në Dragash Izet Aliu
hedh poshtë pretendimet e kryetarit të komunës, ndërsa konfirmon se pas një bashkëpunimi të zyrtarëve të hidroregionit jugor dhe zyrtarëve komunar të Dragashit, uji është përpjestuar sipas nevojave të komunitetit. Dje, pas bisedimeve, kanë ardhur zyrtarët e kompanisë në Prizren, me zyrtarët komunës, ku ka qenë prezent edhe nënkryetari i komunës, kanë bisedu edhe u premtuan nga zyrtarët e komunës që do të alëshojnë ujin në pendën e lumit Radeshës me një kapacitet sa ka nevojë Dragashi me u furnizu me ujë. Projekti i Bashkimit Evropian për furnizimin e 15 fshatrave me ujë të komunës së Dragashit filloi furnizimin me ujë në vitin 2025, ndërsa vetëm para 10 ditësh u shfaqën problematika. Kur jemi tek ujpishëm, cilësia ujit në ujësjellsin e Gostivarit është përmirësuar dhe matjet e fundit për nivelin e klorit kanë rezultuar brenda kufive të lijuar. Shtabi lokal i krizave pret që këtë javë të merret vendimi përfundimtar për heqjen e ndalimit përdorimit të ujit të pishëm. Cilësia ujit në ujësjellsin e Gostivarit është përmirësuar dukshëm dhe është afër mundësisë së përdorimit të sigurt, bëri të ditur sot shtabi lokal i krizave në Gostivar. Sipas tyre, vendimi për heqjen e ndalimit të përdorimit të ujit të pishëm duhet të vijë këtë javë pas një vlerësimi përfundimtar të anëtarëve të shtabit qendror të krizave. Matjet e fundit janë bërë pikërisht për matjen e sasisë së klorit në ujë, që 3 matjet e fundit janë në suazat të normales, do me thanë të sasisë e lejuar të klorit, dhe prandaj shpresojmë që këto ditë, qoftë nesër, qoftë mbas nesër, të mblidhet shtabi qendror dhe të japin njoftim për opinionin se uji në Gostivar definitivisht është i pishëm. Që nga data 17 korrik me vendim të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë është ndaluar përdorimi i ujit për pije nga ujësjellsi i Gostivarit, pasi ekzistonin dyshime se uji mund të jetë i ndotur dhe i pasigurt për konsum. Ndërkohë nga shtabi lokal i krizave bëjnë të ditur se furnizimi me ujë teknik po realizohet në 4 zonat të qytetit, ndërsa uji i pishëm i ambalazhuar vazhdon të shpërndahet në 5 pika të qytetit. Avokati i popullit ka hapur lëndë për ndotjen e ujit në Gostivar. Sipas avokatit të popullit, qëllimi është që të përcaktohet se si është cënuar e drejta e qytetarëve për ujë të pastër dhe të sigurt për pije, pasi më shumë se 4.000 banor kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të simptomave të helmimit. U kthehemi zhvillimeve në vend. Prishtina po planifikon vendosjen e semaforëve edhe në disa udhkryqe të tjera me synim lehtësimin e qarkullimit dhe rritjen e disiplinës në trafik. Komuna thotë se ndërhyrjet janë pjesë e projektit të mobilitetit për vitin 2026, ndërsa ekspertët kërkojnë analiza dhe auditim të secilit udhkryq para vendosjes së semaforëve. Si këta semafor të rinj në rrugën Agim Ramadani, kryeqyteti planifikon shtimin e semaforëve edhe në udhkryqe të tjera. Sipas komunës së Prishtinës, këto ndërhyrje synojnë lehtësimin e qarkullimit dhe krijimin e rendit e disiplinës në trafik. Së fundi kemi projektin e vendosjes së semaforëve në 2 udhkryqet e të rëndësishme, të cilat realisht do e lidhin edhe rrugën Bajram Kelmendi, pastaj rrugën Rustem Stratovci, rrugën Çamil Hoxha me rrugën Agim Ramadani. Mendojmë se këto ndryshime do e lehtojnë trafikun në kryeqytet. Ekspertët e komunikacionit vlerësojnë se vendosja e semaforëve nuk do të bëhet pa një analizë paraprake të secilit udhkryq. Sipas tyre, përveç nevojës për vendosjen e tyre, rëndësi të veçantë ka dhe sinkronizimi i tyre për të siguruar qarkullim efikas. Nuk mund të vendosim semafore vetëm pse është një kryqëzim, vetëm po vendosim në semafor që të rregullohet komunikacioni. Rregullimi i komunikacionit bëhet sipas analizave që i kemi në terren. Po marrim si shembull kemi nga 1 tetor drejtim të Fushës Kosovës që nuk i kemi të sinkronizuar semaforët mes vete. Kjo është dome, kjo është do thotë gabimi që e kemi që so vite që nuk janë të sinkronizuar. Sipas ekspertëve, para vendosjes së semaforëve duhet të bëhet edhe auditimi i udhkryqeve, për të përcaktuar nëse një ndërhyrje e tillë është e nevojshme dhe nëse do të ndikojë në përmirësimin e qarkullimit. Në Prishtinë, për fatkeqësinë tonë, na kemi se nuk ndryshojnë fazat edhe cikli i Prishtinës, ashtu qysh është edhe midis ditë atë kur kemi pikun,
kemi edhe në 12 nos, pra kur nuk kemi automjete fare. Prandaj kjo është shumë e domosdoshme që t'i bëhet një auditim i kryqëzimeve të rrugës, të cilat rregullohen me semafora. Nga Komuna e Prishtinës bëjnë të ditur se në kuadër të projektit të mobilitetit për vitin 2026 është planifikuar edhe shtimi semaforeve në udhkryqin tek Qafa. Në shenjë mirënjohjeje për kontributin dhe veprimtarin adetare në shërbim të çështjes kombëtare, shoqëria Lëvizja ka vendosur pllaka përkujtimore në shtëpitë e disa familjeve të njohura të rajonit të Pejës. Në shenjë falënderimi për kontribut dhe veprimtaria adetare në shërbim të çështjes kombëtare nëpër të gjitha periudhat e historisë, shoqëria Lëvizja ka vendosur pllaka përkujtimore në shtëpitë e familjeve të Hasan Dinaj në Raushiq, Avdyl dhe Ramadan Shala në Logj dhe Kurt Barjaktari e Mullazek Bërdynaj në Radas të Pejës. Kjo është pllaka e 4 që u zbulua sot nga shoqëria Lëvizja bashkë me familjet të këtyre adhetarëve, heronjve dhe luftëtarëve, për Zek Bërdynën, njeri i dijes, i përkushtimit, i adhetarijës, për hapjes së arsimit shqip dhe i besimit. Kem dosh me lidhë brezat. E kuptu se përardit e të një luftë shërimtare, ka pas një pararoj, do thot. Kem pas një periudhë gjatë historike, shtu që kem përfshije që nga lufta 2 botërore dhe deri në ditët e sotme. Kësaj radhe kemi përfshi disa figura eminente që i njeh populata dhe një historia. Që të mbyllim një kapitull historik dhe të mbyllim të shkojmë brez pas brezi, si ka ardhur deri te lufta shërimtare. Është mjaft e rëndësishme ky zbulim i kësaj pllakës, sepse e përkujton një veprimtar të madh kombëtar që ka lënë gjurmë të jashtëzakonshme në historinë e popullit shqiptar, sidomos në regionin e Podgurit. Vlerësim i jashtëzakonshëm, siç e thatë, për çështjen kombëtare që fatmirësisht sot jetojmë të lirë falë kontributit këtyre burrave në vendet shqiptare. Veprimtarët e shoqërisë Lëvizja thanë se mirënjohjet e tilla do të ndahen edhe për shumë familje tjera adhetare në Kosovë, të cilat kanë lënë gjurmë në të gjitha proceset vendimtare për liri dhe pavarësi. Flasim tani për sportin. Nesër nga ora 21 zhvillohet ndeshja finale e Superkupës së UEFA-s në mes të Paris Saint-Germain dhe Aston Villës. Kjo ndeshje do të transmetohet drejt për drejt në RTK.